Viti është 1912, Ballkani digjet nga lufta. Ushtrit serbe hynë në tokat shqiptare dhe ajo që ndodh më pas është aq e tmerrshme, saqë edhe gazetat e largëta të botës fillojnë ta raportojnë me tronditje. Në një artikull të botuar në gazetën australiane The Gloucester Advocate përshkruen skena që duken si nga një makth. Gra dhe fëmijë të lidhur së bashku, të spërkatur me naftë dhe të djegur të gjallë. Burra të zhveshur, të detyruar të kalojnë mes rreshtave të ushtarëve me bajoneta që i godisnin pa mëshirë. Dhe në mes të gjithë kësaj tragjedie, një figurë e respektuar shqiptare, Mustafa Beu i Ohrit, përballet me komandantin serb për t'i kërkuar ndaljen e këtyre krimeve. Por përgjigja që merr është aq cinike saqë do ta shtyjë drejt një vendimi tragjik. Para se të vazhdoj me këtë histori tronditse, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu zbulojmë ngjarje të vërteta të historisë sonë, që shpesh janë harruar ose fshehur. Në vitin 1912 shpërthen lufta e parë ballkanike. Serbia, Mali i Zi, Bullgaria dhe Greqia bashkohen kundër perandorisë osmane. Por teksa lufta paraqitet si një betejë kundër osmanëve, realiteti në terren është krejt tjetër. Kur ushtrit serbe hynë në territoret shqiptare, në Kosovë, Maqedoni dhe në disa zona të Shqipërisë së sotme, civilët shqiptar bëhen objekt i dhunës së tmerrshme. Gazeta australiane The Gloucester Advocate shkruante në atë kohë se refugjatët që mbërrinin në Evropë treguan histori aq të frikshme saqë ishte vështirë të besohej se mund të ishin shpikje. Sipas dëshmive të tyre, ushtria serbe po vepronte me një egërsi të paprecedent ndaj popullsisë së pafajshme shqiptare. Por ajo që ndodhi në një qytet të vogël shqiptar do të trondiste edhe vetë gazetarët që raportuan këtë histori. Refugjatët nga Shqipëria veriore treguan një histori që mbeti e shkruar në gazetë. Në një qytet të vogël, të gjitha shtëpitë u plaçkitën dhe u dogjën. Burrat shqiptar, duke besuar se gratë dhe fëmijët do të kurseheshin, morën armët dhe u tërhoqën në kodrat përreth për të organizuar rezistencë. Por ajo që ndodhi më pas ishte një akt barbarie që shokoi edhe Evropën. Sipas dëshmive të refugjatëve, ushtarët serb i lidhen gratë dhe fëmijët bashk në grupe. Pastaj rrobat e tyre u spërkatën me naftë dhe më pas u vun flakën. Sipas raportit të gazetës, mbi 700 gra dhe fëmijë u dogjën të gjallë në këtë mënyrë. Një krim që sot do të konsiderohej një nga aktet më të tmerrshme të spastrimit etnik. Por kjo nuk ishte e vetmja mizori që u raportua. Në qytetin e Ohrit ndodhi një skenë që për shumë shqiptar u bë simbol i poshtërimit dhe dhunës. Sipas raportit të gazetës, në Ohër, ushtria serbe mblodhen burrat shqiptar. Fillimisht i zhveshën nga rrobat, pastaj formuan 2 rreshta përballë njëri tjetrit, me bajoneta të fiksuara në pushk. Më pas, shqiptarët u detyruan të vraponin mes 2 rreshtave të ushtarëve. Ndërsa kalonin, ushtarët i godisnin me bajoneta nga të dyja anët. Një torturë mizore që kishte për qëllim jo vetëm vrasjen, por edhe poshtërimin e viktimave. Dhe pikërisht këtu hyn në histori një nga figurat më tragjike të kësaj ngjarjeje. Një njeri i respektuar i qytetit të Ohrit. Një njeri që nuk mund ta pranonte këtë barbarizëm. Mes viktimave dhe të tmerruarve ndodhej edhe Mustafa Beu, një nga njerëzit më të rëndësishëm të qytetit.
Ai vendosi të përballet drejt për drejt me komandantin serb. Mustafa Beu shkoi tek ai dhe protestoi për krimet që po kryheshin. Ai kërkoi ndalimin e masakrave. Por përgjigja e komandantit ishte e ftohtë dhe cinike. Sipas gazetës, ai buzëqeshi dhe tha: "E njëjta gjë po ndodh kudo tani, nuk mund t'ju ndihmoj." Një fjali që tregonte qartë se këto krime nuk ishin aksidente apo veprime të disa ushtarëve të papërgjegjshëm, por pjesë e një terrori të përhapur. Kur Mustafa Beu u kthye në shtëpinë e tij, i shkatëruar nga ajo që kishte parë dhe dëgjuar. Ai mori një armë dhe qëlloi veten. Një akt tragjik që pasqyronte dëshpërimin e një njeriu që nuk mund të jetonte me realitetin që po ndodhte rreth tij. Por historia nuk mbaron këtu, sepse lajmet për këto krime përhapeshin shpejt në të gjitha trojet shqiptare dhe reagimi shqiptar nuk vonoi. Sipas raportimeve të kohës, shqiptarët në veri dhe në jug të vendit filluan të organizoheshin. Popullsia e armatosur po bashkohej. Fjalët e tyre ishin të qarta. Gazeta citonte se shqiptarët betoheshin. Serbët mund të kenë hyrë në Shqipëri, por nuk do ta kenë aq të lehtë të dalin prej saj. Rezistenca shqiptare filloi të rritej. Malet shqiptare u mbushën me luftëtar. Dhe ushtria serbe që kishte hyrë me besimin se do të marshonte lehtë, shumë shpejt do ta kuptonte se kishte hyrë në një tokë që nuk dorëzohej lehtë. 3 vite më vonë, historia do të merrte një kthes dramatike. Në vitin 1915, gjatë luftës së parë botërore, ushtria serbe u detyrua të tërhiqej përmes maleve shqiptare. Ishte një marshim i tmerrshëm që historia e njeh si Golgota e ushtrisë serbe. 10 mijëra ushtar u përballën me acarin e maleve shqiptare, mungesën e ushqimit, sëmundjet dhe sulmet e vazhdueshme të luftëtarëve shqiptar. Historianët vlerësojnë se gjatë këtij marshimi vdiqën mes 150.000 deri në 200.000 ushtar serb. Shumë prej tyre nga uria dhe të ftohtit, por shumë të tjerë nga prita dhe sulme të luftëtarëve shqiptar në përmale. Për shumë shqiptar të asaj kohe, kjo ishte një hakmarrje e historisë për masakrat e vitit 1912. Ngjarjet e vitit 1912 janë një nga kapitujt më të errët të historisë së Ballkanit. Dëshmitë e gazetave të kohës, si artikulli i The Gloucester Advocate, tregojnë se krimet kundër civilëve shqiptar u raportuan edhe në skajet më të largëta të botës. Gra dhe fëmijë të djegur të gjallë, burra të torturuar me bajoneta, një qytet i tërë i shkatëruar dhe një njeri, Mustafa Beu, që zgjodhi vdekjen përballë një padrejtësie që nuk mund ta pranonte. Historia nuk është vetëm për fitoret dhe perandorit. Shpesh ajo është edhe për dhimbjen, sakrificën dhe rezistencën e një populli që refuzon të zhduket. Nëse dëgjuat këtë histori deri në fund, shkruani në komente mendimin tuaj për këtë ngjarje që shumë pak njerëz e njohin. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.